Ka kaluar një kohë relativisht të gjatë që kur e kemi pasur në qendër të vëmendjes shiftin shumë të dashur për publikun, Drilonin dhe Besliren, por heshtja tyre ka pasur mjaft arsye të bukura. Nga hera e fundit që i pam, ka pasur plot zhvillime dhe risi nga jeta e tyre të cilat do t'i zbulojmë një nga një. Teksa dyshja po numëron ditët për t'u bërë prindër për herë të parë pas 3 vitesh e gjysmë martesë. Privebe Liberta Spahiu ishte pranishme në prapaskenat e xhirimeve të projektit të tyre më të ri, i cili vjen fort i veçantë dhe krejt ndryshe nga çfarë jemi mësuar të shohim. Është projekt shumë i veçantë për neve dyve, por shihet edhe normal prej veshjes Beslirës, është një kong që kena menu edhe kena vendos me vonë me Beslirën, për nusët e hasit. Do më thonë është ma shumë i përket krahinës hasianve. Edhe Beslira ka vendos që në këtë videoklip me veshën e hasit, që për menimin tem, po do këtë nusja ma e mirë hasiane deri tash. Hera parë për ty që veshe me veshën të hasit, a? Live po, është hera parë se herën e parë e ka vesh në Kanagjesh kur e ka bo, ama unë live për shumë për herë parë dhe shumë po më pëlqen. Po, edhe fakt konga na përshtatë, Driloni është hasian, unë jam nuse hasiane, kështu që kemi vendosur diçka me votë që edhe na përshtatët, po edhe që i takon krahinës Drilonit. Beslir si nuse e hasit, jeme veshje tipike hasiane shumë e veçantë. Shumë e veçantë. Mas pari, apo ki problem me operu? Jo. Nuk po vënove të shumë atë nxirime, veç shkurt, një vënesë shkurt, po kur e pash veshën, thash, ja pas ka vlej. Kurzës për vlej, ka shmu për me, se pak e komplikume. Jo, është e komplikume me vesh, të merë shumë kohë, po kështu me mbajt, mu nuk po mdo këtë shumë e rëndë, nështë ta me bajt gjatë krejt ditës, nështë ta rënohet pak, po deri tash nuk po mdo këtë shumë zarë. Çfarë detajet më interesantë që t'jam përshtypje për këtë veshje të hasit? M'lam përshtypje punimi, që është krejt pundore, edhe që shkon deri 1 vjet për mu punu komplet krejt veshja. Para mëna veç një veshje. Po. Veç që kjo veshje deri 1 vjet shkon gatë me u punu. Sa kushton që e kinë trup? Tash kushton 6.200 euro. Okej, po 6.000. E ka goxha një vlerë. Kjo po i ka lekë. Plus halo ma shumë një hy vlera kush e vesh. Po i ka lekë këtë koleksionit që ato Jo. Diora, Jo. Kështu kanë kurgjë krasim. Kurgjohet. Kjo është Versace hasit. Periudha që lan pas ka qenë disi më e qetë dhe larg zhurmës për çiftin, por natyrisht, kjo pauzë le të themi ka pasur arsyet e veta. U kon një farloj qetësie prej krejtës radhës, jo veç prej neve dyve, dhe pse na realisht kena punu, nuk është se s'kena punu, po gjithmonë i alojna hapësirën kur e di që e kena vëmendjen pak ma shumë. Në këtë kohë që e din edhe ti vëmendjen e ka pas ma shumë, e kanë Big Brother, kështu që na mundohemi që punën çka ja japim vetës, me gjetë një hapësirë ku e kemi mundësin pak ma shumë me promovu projektin tonë. Sidomos kur ka sene të reja. Po, në momenti kur është bigi, njerëzit po apasionohen shumë, e nuk po kam qërë që tani projekti ose projekti muzikor me nejt pak sin hije, e tash po menoj që është momenti i dur me plasu me plot projekte. Apo kështu një për veti Big Brother, apo muni me i pështu të trendit, ajo, se pyetja që keni pas shpesh është, a keni me hiu Big Brother? Besoj më në përgjigje që s'janë rënë një herë. Mirë, po, si shikues apo pështu as pëlqen. Po, sidomos Driloni u apasionu tepër shumë. Rrion e to kohë të vërtitë, mos i thuaj ç'është mos ja bën ç'është. Unë ku fillu mos me përcjella shumë se lajmet më jep Driloni. Kështu që nuk u humb kur gjashtë. Që vjen sikur me këshir të det, se ama po. E përcjellni. Po ne keni favorit ju këtë kohë në Big Brother? Qito çka është, okej, one për momentin Mateon edhe Brikenën. I bashkan gjitna. Si të thënë si qift, se ju vetë një qift si na di. Jo. Po bëj e gara. Një qift që e dini po mre edhe industrinë e showbizit dhe krejt to, apo besoni që mund me bëti diçka njashtë si qift mund me bjetua jo? Unë mendoj që po. Për fakti që Brikena pilen goxha shumë kohë vetës me u afru me Mateon, tash jo që si janë afru, po
ati lanë goxha kohë, kështu që menoj që ka shumë seriozisht. Dhe thonë me ndaj që po. Fakti që për një me, na si shikus që këshyrim për jashtit po për cilin emocion, do me thonë emocioni po vjen dhejtë na, mu po mdo këtë diçka reale dhe shpesoj, na kena qef me po dashni mes njerëzët që peshojmë edhe ta dy, pse jo? Inshallah mbi zotrën gjithmonë. Ne njohim mjaft mirë mentalitetin ton. E dim tashmë që pas martesës pyetja e famshme për një fëmijë kthehet në një presion të pashmangshëm nga rrethi. Megjithatë dyshja vendoset t'i jap fund kuriozitetit në mënyrën më të bukur të mundshme. Përgjigjen e shumë pritur, ata e dhanë fiks me 1 janar, duke zbuluar lajmin përmes një postimi të jetë kreativ që mori vëmendjen e gjithëve. Po, e vërtet është. Na fakt jemi kanë gatshëm prej që jemi martu, po Zoti ka thonë tash është koha e duhur edhe Po e shijojmë. po, maksimum. Po e shijojmë pritjen, është një lajm që neve dyve veç ka fillu me na ndryshu jetën për vetë faktit se zgjohemi çdo ditë me emocione të reja, edhe që kjo është fakti më i mirë që po tham ka fillu me na ndryshu jetën se halo nuk kena orta ajo pika që me thonë që tash u ndru jetën se jena veç në pritje, po për ndryshe emocione kemi për ditë, është shumë ndjenje mirë edhe uroj që çdo person ta përjetoj këtë ndjenjë që po i përjetojmë na. Që shukon momenti kur ju e keni kuptu lajmin edhe kur ja keni komuniku, mas pari kur e keni folë bashkë edhe kur ja keni komuniku personave ta për zemër. Që kujtoni prej ati momente? One ku marrë vesh e para, normal, e mandej mas 1 javë ose 2 kom të regu Drilonit. Cili ke reagimi Drilonit? Njerës... Zbesoj ke njerë, po normal u gëzute për shumë. Mandej mas 2 muaj e gjys, ju kemi fillu me ju të regu edhe familjare. Djallë qik me rëndësi me konë s'nosh kjo është një temë që e kanë qiftet, po zakonisht qiftet janë në mendime të ndryshme përsa i përket dëshirës personale që e kanë. Në rastin e juaj çysh jeni konë deri kur e kuptu gjinin? Realisht, me të regu drejt, na folim haptas, kena pas qef qik. Nëse kish mi mujt me zgjedh është fjala, se normalisht që nuk lunë gjinja rol as pak. Absolutisht jo. Po që shtojnë hasjant, po bomi me djel. Me djel. Hasjant po thojnë, na po bomi me djel. Me djel. Nuk ishke, absolutisht nuk ishke me rëndësi, ishke gjithmonë ajo pyetja mes njëri tjetrit që kisha kështë pas qef, nëse kisha pas mundësin, kisha pas qef qik, po absolutisht që gëzimi është i njëjtë si për vajtë, si për djallë, që që për neve u kanë emocion për çka do që u kanë. Drilon tash kallëzët drejt, kjo pjesë është kallëzanis din me konë me teka, din me konë me nepse, din me konë me dëshira, me gjuhosje disponimi, me besliren afekim azara, s'po kanë e fardallimi? Realisht, tregoj drejt, beslira më mirë t'i shkon me nejtë veç të thanë, se është shumë ma e mirë, shumë ma e qetë, shumë ma e omël me mu, nuk ka nepse, ose këto simptomat që i kanë është shumica e grave shtatzana, beslira për menimin tem se ka asnjone prej tyne. Asnjojit, po. Veç që ka dosene shumë ma pozitive se që i ka pas ma herët. Po për që ato po thë, ma mirë i shkon me nejtë veç shtatzanë. A qëndron beslirë keqe me thë Driloni? Jo, në gjithë jam e mirë. Po, ne di që je mirë, pse... Që ta shumë bo nervos, ta shumë të shumë hormonit. Që të kalzoj pësane. Amo, për menimin tem... Jo, është e vërtet e vrej vetën që jam shumë ma e qetë, ma e butë. Do me thonë, e kom shumë rafë shto. E pa diskutim që gjatë kësaj periudhe pritje, emocionet janë më të mëdha dhe ata kanë diskutuar gjëra gjatë edhe për një detaj shumë të rëndësishëm, siç është emri i bebes. Kemi shumë shihet e ndryshme, total ketë ndrysh, po duket që dojna me ra dikon me një konkluzion, me një emër që po na pëlqen të dyve. Driloni është një që për që një vendos? One jam i vendos për qatë emër, në fakt emrin e ka propozu Beslira. Po, one gjithë më qyri, po. I ka pëlqy kësaj, kjo e ka propozu qatë emër, unë ka pëlqy shumë edhe jam i vendos për qatë emër, po kjo halo të këshyrë. Mos po gjej diçka ma interesant. Mu për veti jam i vendos të qaj emër. Publik s'kena me bo halo, deri në momentit që kur t'vjen beba në jetë,
Po për ndryshe, one deri tash, deri në qëtë moment jam vesh me qatë emër. Tash, kjo si dihet se kjo është atë zonë, kjo sot është qështë nesër është ndryshe, si dihet. Të gjithë i njohim si artist të kompletuar dhe partner të shkëlqyer, por çfarë prindërish do t'jenë vallë të dy kur të mbajnë fëmijën në krah? Shtirë kena më konë dytë. Jam i bindur për këtë sen. Plus kjo ka më konë e shtirë, si me bibën, si me mu. Jam i bindur edhe për këtë sen. Po për ndryshe, Beslira është një njeri që ka shumë dorim sa i përket fëmijëve. Është shumë qasët, shumë mirë me fëmijë, është shumë durimtare dhe ka njerë i thamë pëse si bo edukatorit, se qashtë shumë ka nerva me fëmijë. I du fëmijën shumë. Edhe gjithmonë une, kur ka fëmijë, une jam mirëna me fëmijë. Se i du shumë. Në këtë aspekt e di që ka më konë shumë me kujdeshme për djalin tonë. Gjithashtu edhe Driloni, normalisht. Shumë e durushme. Edhe Driloni i donë fëmijët shumë. Edhe une absolutisht shumë i du, po në momenti kur t'i shonë e fëmijët e tjerë, absolutisht, çdo kush mas fëmijës tonë ti mundesh me pas qasjet ndryshme, po kur të shonë ai fëmijë që po alitet shumë, gjithmonë ja bëj, o jam s'ka me guxu ç'to me po. Jam s'ka me guxu Tani ç'to me po. Edhe plus me zëve pres ditën kur vjen mi thon, onet kum bo ty, s'm ke bo ti mu. Për të jetës personale, Driloni dhe Beslira mbeten zgjedhja e parë një numri të konsiderueshëm të çifteve për datën e tyre më të rëndësishme. Për këtë pjesë, të gjithë ata që kanë ndarë mendjen dhe kanë planifikuar t'i kenë dasëm gjatë kësaj vere, mund të rrinë të qetë dhe nuk kanë pse të bëhen fare merak. Spari, uroj që mas pari Beslira ta ketë shëndetin, pastaj fëmija ta ketë shëndetin e plot, edhe uroj që Beslira me rimar vetën sa ma shpejt, edhe po, na do t'jemi të pranishëm në përdasma, ashtu si që ju kemi premtu krejt dasmorve, krejt njerëzve që na presin ditën ma të rëndësishëm tynëv, me kismet Zotit, me shëndet të plot, do jemi të pranishëm edhe këtë sezon, edhe inshallah shumë sezone tjera. Kjo ka shumë rëndësi edhe... Kështu që i kisha thonë krejt njerëzve që mos kanë frikë, se normal ka pas shumë dasmorë që na kanë thirrë, na kanë lajmëru, a do t'jetë Beslira, po urojmë të gjithë që Beslira ta ketë shëndetin e plot edhe me kismet Zotit, besoj që do t'jetë bashkë me mua aty me juve. Do ja dalim. E patjetër që në mes të këtyre angazhimeve të shumta familjare dhe koncerteve, nuk do mungojnë as projektet e reja muzikore që vijnë shumë shpejt. Menaxheri jon Mirtoni, që e ka produksionin e vet, Tem Production, është shumë i përkushtuar, sidomos kur vjen puna për Beslirën edhe Drilonin, është i gjithanshëm edhe ja jep 100% që gjithmonë. Sot jemi të realizu qëtë projekt me shumë dëshirë. Në fakt, se cilin projekt që ka e kena bo bashk, gjithmonë nuk e di pse na e shojmë që aje ka një pozitivitet me neve dhe ka shumë vullnet me punu, një të cene dhe na. Mas dy dite e kena videoklipin tjetër, e kena dhe një projekt mas këti me njerë, do me thonë është i gatshëm jo 2, po 20 në muj mi bo, për neve qaq nuk e ka me pritesa, dhe është shumë i përkushtum, edhe falenderojmë publikisht për krejt mundin edhe punën që e bën me neve. Shpe bën ajo?